tani, siç thash dhe më parë, ta zvarisësh gjën për muaj të tëra, po vite të tëra me një njohje, nuk ka sens. Po, ty të duhet minimalja, ca javë, një muaj, 2 muaj ta njohësh një person. Ajo është të bësh deluzional, dhe t'i bësh shefin vetës që s'kam qenë lidhje, po kam qenë njohje. Mërë vlla, kishe lidhje, je lëndu, je nda. Maroj filmin. Varet çfarë të dy personat e kanë quajtur. Nuk e qenë i e fejuar. Mirë, se fejesa është pak çështje Po ke qenë një lidhje, po që se kalon një afat kohor, tashi, që frekuentohesh rregullisht. Që hani pini bashk, që frekuentoni, kalon lidhje, se unë nuk do të them ty do lidhemi bashk. Jo, unë e kam këtë. Jo, unë e kam këtë. Po, sa kam bë kur një të tim as kam bë. Kjo është shumë gabim. Kjo është shumë gabim. Unë do propozoj vetë për fejes dhe për shumë martesë. gabim. Normal që do e pyesësh. Po jo, me se s'pyes njeriu. A do bëhesh ti e dashura ime? O, kur, s'kam pyet, as kam për të pyetur. Shumë gabim. Ore kur, a do bësh gruaja ime, po do e pyesëm. Shumë gabim. Po ç'a gabimi? Po pse ç'a gruaja që nga statusi më i lartë? Si? Gruaja që nga statusi më i lartë? Po pse kusha? A do bëhesh e dashura ime, ç'a ka problem të dali nga goja e një çuni kjo gjë? Po jo, më vaj se dashuria vjen rrjedhshëm, më kam se të pyesu ty a do bëhesh e dashura ime. Normal që do e pyes a do bëhesh e dashura ime. Të përbashkë, duke pas sa frekuentoni, po nuk ka goca të jashtë për mendimin tim që nuk do i pëlqenta, e po shumë gabime ke. Se po mbjede përgjithshme këto dhënë që po thua tani.